Pari, ju uroj mirëseardhjen ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, zotit Erik Wend, dhe kam bindje se në zbatim të direktivave të qeverisë amerikane dhe presidentit Trump, të aktit të Kongresit Shteteve të Bashkuara për rajonin, lufta kundër, lufta për zbatimin e ligjit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, mbështetja e Shqipërisë në këto fusha do t'jenë të një rëndësie shumë të madhe dhe shpresoj dhe besoj se do t'jenë një përparësi dhe për qeverinë e Shteteve të Bashkuara dhe përfaqësues të saj ambasadorin në Tiranë. Unë ndaj plotësisht pikpamjen se trafikantët e drogës janë terroristë të egër dhe kur ata janë miliardierë, ata ngjiten në nivelet më të larta në klasifikimin si terroristë. Ata përbëjnë kërcënim serioz, jo vetëm për kombën e vet, por dhe për kombet tjera. Krimi shqiptar është një krim shumë i rëndë. Imagjinoni vetëm një moment. Ka një vend në Europë në portet e cilit nuk kapet më asnjë kilogram drogë. Pse? Sepse portet u janë dorëzuar karteleve. Ato i menaxhojnë dhe flitet rëndom se kryeministri merr për portën e Durrësit nga karteli Troplin 300 milion euro në vit taks. Nuk e di, s'mund të them. Po kjo është një ajo që di me siguri është kjo, se nuk është kap prej 5 viteve asnjë kilogram drogë, se ka ndodhur gjatë kësaj periudhe që kontejneri ka kaluar pa jashtë skanerit, ka ardhur në Shkozet, është shkarkuar dhe pasi është shkarkuar është rikthyer për të kontrolluar. Ka ndodhur. Dhe ka ndodhur para një muaji shkarkimi 3 kontejnerëve plot me vinç, 3 kontejnerëve shkarkimi me vinç 3 kontejnerëve plot euro. Këto ka ndodhur. Kështu që në këtë aspekt Shqipëria është një rrezik i madh. Por përveç kësaj, krimi organizuar shqiptar është një problem madhor për Shqipërinë, për Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Le të marrim pak antarin e grupit organizuar kriminal Ermal Beqiri. Ermal Beqiri ka disponuar çdo të dhënë që ka ekzistuar dhe ekziston në internet për shtetas shqiptar dhe të huaj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë nga kontrolli absolut që ai ka patur mbi internetin. Dhe këto dhëna, Ermal Beqiri midis tjera që ta dini ju është dhe njeriu që ka downloaduar, ka eksportuar edhe sistemin Teams. Këto të dhëna Ermal Beqiri me urdhër të Edi Ramës i ka nis kudo që ka dashur Edi Rama dhe kudo që ka dashur ai vet. Nuk e di nëse ishte akt spionazhi apo jo, do të jetë drejtësia franceze ajo që do vërtetoj fluturimin e tij mbi instalimet bërthamore të Francës, por një gjë është e sigurt se ai dispononte dhëna që kur nuk duhet t'i dispononte,
i ka përdorur vetëm për grupet kriminale shqiptare apo armiqtë e Shqipërisë, unë nuk besoj të jetë ndalë vetëm me grupet kriminale.